S'ka me folë. Krejt që ka i thamë këto, krejt që ka folëm, krejt sakrificat, krejt rrezikimet, krejt gjithë që ka ndodhë për këta. Kam një pyetje. A e ke mendu kur ke hyrë në Big Brother, se nga jo hyrje, do të dalë kjo, do të arrijtë kjo? A kem të folë për sa të lëdve? Jo. Edhe unë edhe pjemi, Resol, kër i na shku në Big, do më thonë këtë tavolina diçka që shtu konë, do më thonë në takimin kër e kena bo, mas një kohë që veç pranu më u fut, kër i na hi në studion e televizionit Top Channel, nëse veç mundu me përmen, do më thonë, direkt aty stafi, njerëzit, që erdhen dy, se na shumë energji, do më thonë. Na, do më thonë, për kër kena hi në televizion, e bënëm aty, s'dike që au ka bëhet, Allah, abdin. Edhe hinëm aty, tash fillun njerëzit me na dhonë atë mendimin. Lidhjet e ecin Big Brother. Edhe unë edhe pjemi, tash atim po foli sinqerisht si me konë në kafe, si dy budalë, që na budalë jem. Na jem pak, nuk jem bashkë, apo të nuk mu shumë mirë, na thojnë, apo në mu pjemi, se në për një me, na shumë jem, e kam po njerëzit qysh. Që në fillim ata të menu mjumë si të nu. Po, njës qysh, dhe më thonë edhe ata vetë paka shumë e drejtojnë një farë mënyrë se e kanë interesin e vetë, edhe një farë mënyrë edhe shumë njerëz e menojnë këtë punë, që lidhjet ecin e njerëz afeksionohen pas një qifti edhe besoj edhe që është të vërtet se edhe ka ndodhë, për shembull, ka shumë njerëz që e pëlqejnë edhe e dojnë lidhjen tam me Engjin, ka shumë njerëz që pëlqejnë lidhjen e Sarës me Pjemin. Po për shembull, sinqerisht në Pjemin akun ata dy që na akun që s'ka lidhje mbrana. Nuk ka shansë, vëllai. I thëshëm që nëse menoni që na kena me hime kriju një lidhje, po kthehem në Kosovë prapë se nuk ka shansë publikisht me kriju lidhje unë edhe Pjemi. Do të thonë akun të bindun. Ajo formula e vjetër vlen, ato që nuk e donë, ta që zotin. Nuk është që na se... Nuk ta donë si lidhje, se jo... Nuk është që se dojmë na dhe ishim kategorikisht që mos me ndodhë dhe nëse vjen, na kena mi thonë një ose s'bën. Se na kena bo atë, kër e kena pas që po vjen një dashuri, një emocion, na e kena lonë më ardhë. S'ka lidhje ku jemi në televizion, nësë jemi, e kena përmbajt vetën, kena majt, kena rujt, kena respektu, kena edhe... Kush do që e ka për cilë Bigur e din, sinqerisht e din edhe unë edhe Pjemi çfarë raporte kena pas, çfarë sjellje kena pas ndaj, mas pari ndaj gjithve edhe posaçërisht edhe ndaj Engjit edhe Sarës. Kështu që jo, nuk e ku menu, edhe menoj që sa një parë që menoj Sarë kjo him Big, thëmë që nëse nuk isha hi, nuk ish konë që ke fotografi në ashtë, po kupton. Kështu që edhe aty im ko shumë skeptik, nuk e di. Nështë ta 2-3 javë ju ndasht me mbind për me hiun në Big, se unë nuk më ndasht. Sinqerisht Rësul mu s'm pëlqen ajo. Nuk më pëlqen. Thjesht me konë në qendër shumë të vëmendjes, me konë nuk më ka pëlqy kur. Po momenti që ti je me një biznes ose me një punë që ty një farë mënyrë e fama t'jep hapësira më të ndoja, t'jep kushte më të mira, ti dush me akceptu, apo të një farë mënyrë. Edhe jom fut, jom bindë. Jo të them, gjatë kohës kur ishte Bigu, unë kam qenë Engji fan. Okej. Me thonë, në kuptimin që e kam suportu për argumentet, për baljet, ka pas për balje shumë tash, pra me plot të tjerë. Se s'pe bën një emision të Engji dhe ChatGPT-a. Qatin aty, kismet. Do me thonë, këto po e thëmë publikisht. Pastaj që ka pasuar, ti ke vazhduar ma shumë karjerën. Ndërko, Engji nuk është që ka vazhdu me intensitetin e njëjtë. Po faktin se... Spelo. Pe 2 vjetë, u bënën 3 vjetë e gjysë që jena në lidhje, u bënën 2 fëmi, u mërvesh. Jënë 2 herë kanë në mujë veç të atë zonë. Janë edhe 1 mujë e gjysë ose 2 mujë, ose, po mëne, janë edhe një 3 mujë tjera postpartum, që është Leon, që i thojnë ana, 20 ditë shre, është, nuk e ka të letë, edhe me thonë drejtën pak edhe Engji nuk është pak e dëshprume edhe për televizionit edhe prej punës në televizion, edhe e një pak si karakter është që kur e merë
një kohje për një mendim për një vend. Kjo periudhë është faza kur ti je duke lullzuar e nesër do t'ja kthesh. Edhe do të vish në momentin kur ja kthen. Po, pa tjetër. Edhe unë jam supportu si saj maj madhë, sidomos në aspektin televiziv. Se mu më pëlqen, mu na me thonë edhe publikisht që nështë me u dashuru në engjën, më dashuru në ditën kër e ka prezentu Big Brotherin, ma të fëstanin e këtë që do me thonë aty, do me thonë, wow, që të jam, që aty do me thonë, këmë thonë, do me thonë kër e ka pasë rolin që ka... Po, nështë ta deri që aty më konë, po s'po di, hajtë nështë ta muj mu të rek, po bëj që ati momentit këmë thonë s'ka më mrapa dhe ditën e dinë edhe ajo, do me thonë... Çfarë ka bërë që lidhja të zgjas, si pas te, se shumë lidhje që kryon Big Brother, pastaj rrugës po zbeja. Nështë edhe serioziteti. Sinceriteti juaj? Sinceriteti, po edhe mbi të gjitha serioziteti, se kena marrë seriozisht këtë punë, e kena diskutu, e kena marrë një farë mënyre edhe shtruar, edhe seriozisht. Më thonë, nuk është që kena menu shumë për mas 50 vjetë ose mas 20 vjetë, jere janë dytë me një morë që nështë nuk i kena mo ato gajlet, hade po kalojna një 3 vjetë, se tani të këshyrëm, se tani avutën. Thjesht, mu më ka pëlqy edhe realisht Big Brother e ka një sanë shumë të mirë. Se nuk është që po vazhdojnë vish lidhja jonë. Për shembull t'i ki disa lidhje që jënë kriju mrena se të kanë fëmi. Është, në çdo Big nashta ka pas një lidhje që sot jënë bashkë edhe kanë fëmi. Edhe të Bigu jonë jënë kriju 2 lidhje, nashta jënë kriju, hajde po thëmë 3 lidhje, 2 kanë vazhdu, një s'ka vazhdu. Do më thonë, vazhdojnë lidhjet. Arsyeja pse vazhdojnë lidhjet në Big, besoj edhe pse jënë të forta është që në Big e njofton fillimisht njeriu. Më një herë e ki kundërshtar, duhet me luftu, me nxjerr për aty. Tena nuk ka ekzistu kjo. Bigu sot është komplet ndryshe me Bigun e parë. Sinqerisht në Bigun e parë na jena kon njerëz që nuk e kena pas si luftë. Na e kena pas si një thjesht na nuk kena funksionu me dobësitë e njëri tjetrit, por na kena funksionu me aftësitë tona. Unë s'kam shfrytzu raste, për shembull Bigu sot është luftë sot. Na s'e kena pas këtë. Kres është djali i dytë. Po, është këtu të fotografia e parë, është ndorë të engjit. Planet deri në sa fëmijë ke? Po, i planet i bë zoti, si bëjmë na. Dëshirat? Jo, a di që seriozisht në edhe një pjesanët që nga ka mojtë, se mos t'ihim shumë gjatë, një pjesanët që nga ka mojtë edhe shumë bashkë është që me engjin për kur jem taku, më Big, për shembull, një pjesanët që më ka pëlqy të engjë është dëshira për me kriju familje. A vëtën, që ka qenë në një moment edhe në një moshë që nuk i intereson më asë një sen tjetër përveç me kriju një familje, me pas atë harmoninë edhe me pas, sinqerisht me bu hapin për cilin kemi lindë, a vëtën, se na kështë cilin njeri lindë për të lindë dikot tjetër, a vëtën, të më thonë, se nëse nalëm bota ecë, të më thonë, për shka lindë njeri lindë për me rikriju, edhe me vazhdu, me jetu bota, a vëtën, edhe thjesht vjen një periudhë që edhe unë jam shumë, do më thonë, jem tip që jem kom pro me kriju familje, do më thonë, prej fëmijë të kam thonë në stanë, kam e bo fëmijë shumë. Unë kam e bo fëmijë shumë, se unë i du shumë fëmijët, i du shumë bebat, edhe në rrugë me po një beb, ka njerë njëna kesë, se nashta prind nuk dojnë, unë shkaj edhe, merë në pak me të e i du fëmijët, jam se lemo tash, për shamë që i kom 2 fëmijët e mi. Faleminderit shumë, aks për rrethimin. Me qëtë se më rrim ka fundi, edhe një 2 pyetje rreth DJ-ve. Si shihen DJ-t në Kosovë, në shoqërinë tonë? A respektohen për rolin që e kanë, për punën që e bëjnë? Me thonë drejtën, Rësull, nuk është ajo parashtesa që të bënë ty me të respektu ose mos me të respektu. Unë menoj që na e bojmë vetën kush sa du të me na respektu dikush. Ka DJ që është shumë i respektuar, po ka DJ që nuk respektohet. Ka këngëtar që është shumë i respektuar, ka këngëtar që nuk respektohet. Ka prezident që është shumë i respektuar, po ka prezident që nuk respektohet. Ta arrini respektin me llojin e muzikës, me sjelljen për te i muzikës? Unë mendoj që edhe sjellja ka shumë rëndësi. Do të thonë, raporti që ki me njerëzit, thash, në këtë jetë, një pikë krenarive të mia më të ndoja është që s'kam krijuar miq. Po vëtën, se armiku është ai që nuk të respekton, është ai që nuk dën, është ai që këqyr me të bëu keq. Na s'kena krijuar miq, unë edhe jemi, do të thonë, në çdo koncert që jemi prej të parit që takojna deri te i fundi, i përshëndesim, i respektojmë, i dojmë, edhe nashta jo sot, po
ndër vite neve këmë na mojtë që kjo, se njerëz na dojnë, na respektojnë për djemë që jem, fillimisht. Dhe më thënë, ka shumë rëndësi çfarë djali je, çfarë njeri je, ka shumë rëndësi veprat e tua, sjelljet e tua. E mas nej puna jote. Po puna jote, mas nej është ajo që për shembull i bjen njerëzit në koncertet e tua. Kur jemi te puna, shija jote muzikore është ajo që të përcakton ty si DJ, po do t'i përshtatesh